Pse një 60 vjeçar në Shqipëri mohon vetes të drejtën për të qenë njëri dashuruar, për të takuar, për të njohur, për të bërë atë që quhet dating life, ndërkohë që s'duhet jetë kështu, sepse dashuria është një drejtë deri në fund të jetës, si ne kemi dhe ndonjëherë historitë më të bukura ndodhin në vitet e pjekurisë. Realisht, njeriu nuk gjen mosh për të dashuruar. Ai është një moment dhe lidhet patjetër lidhet dhe me fatin. Është e takon apo nuk e takon. Edhe sot mendoj që një grua 34 vjeçare me 2 fëmijë në pjesën më të madhe të rasteve, se ka dhe përjashtime, e dënon veten edhe thot, unë nuk kam më shanse dhe mundësi tani sepse kam 2 fëmijë. Nuk do dhe njëjta gjë me burrat. Nuk e di pse opinioni gjithmonë fajtore bën nënën. Nëse një grua sakrifikon atë që sakrifikon, çfarë i thonë? Bëri detyrën. Rriti fëmijët, bëri detyrën. Ama babai, ky është heroi, ky po bën këtë sakrificën, ky po heq nga vetja, ndërkohë që sakrificën më të madhe e bën nëna, sepse nëna punon, mban dhe familjen, bën dhe detyrat me fëmijët. Një grua edhe 35 vjeçe, edhe 55 dhe 65, duhet ta gjej kurajun, edhe për të ndjerë e lumtur në krah të një bashorti, por edhe për të mos harruar detyrimet që ka për fëmijët. Se vjen një moment që fëmia të do shumë, por fëmia do krijoj familjen e vet. Dhe ti do kërkosh një person që të pish qoftë dhe kafen e mëngjesit. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.